Një supë e shpejt, me leverdi, e këndshme dhe me vlera. Të dashur ndjekës, sot për ju do përgatis një supë verore, supë krem. E kish provu goca, ja kishim mësu dhe asaj i kishte pëlqyer shumë, mami bëj dhe ti. Njëkohësisht po ja mësoj edhe juve, edhe po e bëj dhe për vajzën time që e kam sot për drek. Këtu kam longun e mishit, si që kam zi, me i të nxerët vjetër, se unë nuk pyes për këto gjona. Është 1 kile long mishi, mund të boni dhe me long pule, ose me ndonjë gjë tjetër. Do t'i shtoj edhe pak ujë, gjithmonë longut. Unë nuk i marrë zakonisht me i nyrë, marrë pjesë kofsha. Do e lej të nxehet kjo, dhe në kohën që nxehet, unë do pres kungullin. Kungulli do pritet, ka morë 4 copë, për 4 racione, dhe do t'i bëj kubik të mdhej. Me do edhim një 2 lugë me vaj ullini. Ja tash i mori valde ujë, do hedh koncentratin. Pak piper të zi. Nuk do përdorim karrot, për arsye se kungulli vje vetë i omël dhe karrota dhe ëmbëlson më shumë. Po këto erëzat kujdes me krypën, kanë vetvetiu, të gjithë knoret kanë krypë edhe longu i mishit kishte pak. Kështu që nuk do hudh në fillim fare krypë, do hudh vetëm kungullin, qepreva, copat mdoja kështu. Në verë janë shumë të mira supat, edhe çmimet janë më të lira të zarzavateve, dhe ha dhe një ushqim të shëndetshëm. Ashtu i muloj dhe i lej derisa të zbutet kungulli, që ta bëj me frulatorin. Kungulli duhet lënë 30 minuta, në flak të fortë, që mos i humbin vlerat dhe mbuluar me kapak. Dhe do e lejmë sa të zbutet dhe pak për t'i vënë frulatorin, jo t'jetë shumë al dente, po e but në vetë vete. Do t'i kaloj me frulatorin. Tashti në këto momente do t'i hedh koperin, që të mori një 2-3 valë, rreth 3-4 minuta. Pak piper të zi. Edhe do t'a trashim pak që t'a bëjmë më kremos, me pak një seshte. Unë e kam lugë qaj, e ullim tash gradualisht, e vejmë shumë pak. Do t'i hudh një 2 lugë me qumësht. Dy kokra kryp, se e shtum pak me qumësht. Dhe do t'i hudhim edhe 2 djathët bebe që kishim lënë për në fund. Jep shumë shije dhe aromë kungulli, plus dhe koperi. Do punojmë sa të tretet i gjithë djathi bebe, mos jetë më copë, po të tretet, bëhet dhe ajo krem, bashkohet me kungullin. E shoh pak për kryp, jo, e ka tamam. Do t'i hudh tash i qik t'lyn, një lugë t'vogël me t'lyn, që t'i japi dhe shijen, edhe është receta e përfundume. E fik edhe vatrën, se t'lynin e kam të tret, e maj të tret në frigorifer, dhe e përdor për supa, për makarona. Tash e lej pak të tretet edhe me t'lynin, edhe largoj.